Kryqi i Kuq Degalushnjë organizoi një demonstrim të ndihmës së parë në terren me pjesëmarrjen e dhjetra të rinjve dhe qytetarëve. Aktiviteti u zhvillua në Lulishten e qytetit dhe kishte si qëllim ndërgjegjësimin e komunitetit për rëndësinë e reagimit të shpejtë në raste aksidentesh apo emergjencas shëndetësore. Gjatë demonstrimit, vullnetarët e Kryqit të Kuq treguan mënyrat e dhënies së ndihmës së parë në raste të ndryshme, si humbje ndjenjash, plagosje, fraktura apo ndalim frymarrjeje. Të rinjt u njohën nga afër me teknikat bazë të ndërhyrjes së menjëhershme deri në mbërritjen e ekipeve mjekësore. Profesuesja e Degës së Lushnjës, Luiza Petova, u shpreh se këto aktivitete janë të rëndësishme për edukimin e brezit të ri dhe rritjen e ndjenjës së përgjegjësisë qytetare. Sipas saj, të rinjt nuk duhet të jenë indiferent ndaj mësimeve praktike të ndihmës së parë, pasi çdo qytetar mund të përballet me situata emergjente ku reagimi i shpejtë mund të shpëtojë jetë. Sot neve kemi aktivitete për demonstrimin e dhënies së ndihmës së parë në natyrë. Sa rëndësi ka ndihma e parë, sidomos në ditët e sotme, që shikojmë që ka shumë aksidente, që është e nevojshme në çdo vend që neve të jemi, mund të na ndodhi një aksident që është fare i pakontrolluar dhe secili nga ne duhet të di një uri fillestare për dhënien e ndihmës së parë. Me këtë punë merret Kryqi i Kuq, që mundohet të shpërndajë në komunitet mënyrën se si jepet ndihma e parë, sidomos me të rinjt. Këtë qëllim ka dhe aktiviteti i sotëm me të rinj vullnetar. Janë dashamirës të rinj dhe a i përthithin këto praktika? Janë dashamirës dhe i përthithin shumë shpejt, ndonjëherë ka dhe ndonjë farë indiferentizmi, por ndodh. Shumica janë dashamirës. Aktiviteti u ndoq me interes nga kalimtarë dhe qytetarë të shumtë, ndërsa Kryqi i Kuq bëri thirrje që sa më shumë të rinj të bashkohen trajnimeve dhe nismave vullnetare në shërbim të komunitetit.